Çka e ka bërë të madhe Ramazanin? Nëse do dikush, çka ka këtu një sekret? Është një sekret. Cili është ajo? Ibadeti, adhurimi. A pina kafe na këtu? A këshina televizor? Jo. Që tu ke çka e na mbledh? Çka e na tu bo? Ibadete, adhurim, adhurim. Këtë që këtë natë të madhe dhe këto net të mdoja dhe Ramazani dhe agjërimin, kush atë menagju? Adhurimi, adhurimi, namazi. Mirë, e mas Ramazani çka du të me ba? Na du të mi adhon frenat e jetës ton adhurimit. Adhurimit Allahu Gjelle Gjelaluhu, të pastër për Allahu Subhanahu wa Ta'ala. E qysh me kutu këta të ndërruar xhamatli? Shiko, a e ki pati kur e kini të lashe për një me? Por shembull runa Zot, të smuhet dikush bi evladëve. Ti se ki pas plan, ti nuk e ki pas plan, shumë gjëra mi ndryshue. Ama krejt i redukton, krejt i dhu, smuj me artash. Ki pas takime, smuj, djalin e kam smuj. Djalin e kam smuj. Apo ndodhë një vdekje, a ki pas që ti e riorganizon edhe një herë kohën. Pse? Qka thue? Kam vdekje. I lamrosh atit e puna, 3 dit pushim, 5 dit, kështu me ratë. Pse? Nalma pirogë, s'ka lidhje. Kam vdekje. Apo kur njeri don me organizu diçka, krejt i redukton edhe e realizon. Ju ke çka keni orë sot, diçka keni lanë mangësh. Dikush ka mor pushim pi pune, ju s'keni mujt pa e organizue. Çka thu? I plotson mas bajramit, pse? Po kam qef me izon natët, po kam qef me agjërue, po ka qef ti shof këto atmosfera të ndëruar xhamatli. Na në Ramazan së ne bajna mas Ramazanit, po me mujt edhe mas Ramazanit mi mat muhabetet me namaz. Vim mas dreke, para i kindije, mas akshami. Ta falin një arjacirë mësane, ta za sabahun, e kështu më radhë. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ne nga nata e kadrit e kuptojmë se ajo çka e ban të shish me jetën është ibadeti Allahu Gjelle Gjelalu. Wallahi s'ka lezet jeta pa ibadet. Wallahi s'ka knatësi jeta pa ibadet. Çfarë jetë i shkon ajo jetë se ti si ban Allahut adhurim? Çfarë jetë është ajo që ti lexon Kur'an? Çfarë jetë është ajo ku s'ka ligjërat? Çfarë jetë është ajo e cila kur nuk ka harmoni mes njerëzve dhe nuk ka vëllëzëri mes njerëzve? Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, nëse ne dëshirojmë që mas Ramazanit me vazhdu me vepra të mira, me vepra sa të kënaqin Allahu xhelalu, çfarë do të më bë? Timonin e jetës tane jep adhurimit. Mos thuj ngjasht, thuj mas akşam. E kështu me radhë. Shiko adhurimi çka i ka bën Ramazanit. Shiko çka na ka bën neve adhurimin në Ramazan. Një muj dit, 30 dit panal. Kur kush s'ka me të pa biznes, kur kush s'ka me të pa pare, ketë kena hangër, bile Ramazan hajna ma shumë se sa jashtë Ramazanit. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, të janë net të mloja, e lusim Allahu Subhanahu wa Ta'ala që nëse është nata e kadrit, Allahu t'i fal gjunahet tona, Allahu t'i fal gjunahet tona, Allahu t'i fal mangësitë tona. E lusim Allahun që Allahu qish e ka përsos krijimin ton, Allahu t'i përsos moralet tona, t'i përsos sjelljet tona. Te lusim Allahun Gjelle Gjelalu që Allahu na mundsoj gjithmonë të adhurojmë Allahun Gjelle Gjelalu. Ta ban Allahu prej atyre të cilët e duan Allahun dhe Allahu i do ata. Ta mundson Allahu Gjelle Gjelalu që këto net të mloja dhe ky Ramazan, këto kontribute, këto namaze, këto agjërime, këto lexime të Kur'anit të bëhen sebeb që ne ta fitojmë rahmetin e Zotit Subhanahu wa Ta'ala. E lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Zoti jon te bareke wa Ta'ala na mundson që të përjetojmë shumë Ramazane duke qenë me shëndet edhe duke qenë me iman. E lutim Allahun Gjelle Gjelalu që Allahu te bareke wa Ta'ala ti ndihmon muslimanët kudo që janë në botë, sidomos vëllezërit tonë që kanë nevojë shumë për duat e tona. Allahu i ruajt fëmijët e muslimanëve, jetimat e muslimanëve, gratë e muslimanëve, besimtarë dhe besimtare prej muslimanëve. Allahu në këto ditë të rahmetit ta shlon rahmetin mbi ta. Allahu ne lutim që Allahu na rumbi azapit të tina. Ti ban Allahu Gjelle Gjelalu trupat ton haram për xhehenemin. Ti ban Allahu Gjelle Gjelalu kokat tona haram për xhehenemin.